Në një mbretëri të largët, ku malet preqnin në rreth dhe lumejth, u këndonin ninulla livadëve, jetonte një mbretëresh me emrin Agnella. Zemra e saj ishte e ndur nga mirësia dhe buzëqeshja e saj ngrohte çdo që ndodhej pranë. Dhe kështu një ditë, palati shkëlqeu nga mijëra që i rinj. Nga të gjitha anët e botës, mblidheshin të ftuar me dhurata të pasura, sepse mbretëresha priste një trashëgimtar. Muzika derdhej nga salat, e qeshura kumbonte nën harqe. Tavolinat ishin plotë e përplot me ushqime dhe dukej sikur vetë lumturia ishte vendosur në këto mure për gjithmonë. Por papritmas, një erë e akullth vërshoi në sallën e fronit. Qirinjth u fikën të gjithë me njëherë. Muzika u ndërpre. Dyert e rënda u hapën me zhurmë dhe në hapësirën e zezë u shfaq një figurë mbështjell nga errësira. Ishte Zana e zemruar, e fuqishme dhe e pamshirshme. Atë kishin haruar ta ftonin dhe ajo erdhi vetë, duke sjell me vete jo dhurata, por një malkim. Zana e zemëruar hodhi një hap përpara dhe dyshemeja e gurtë nën këmbët e saj u mbulua me ngric. Ajo përshkoi sallën me një vështrim të ndezur dhe asnjë i ftuar nuk guxoi të lëvizte. Ju harruat për mua, tha ajo me një zë që bëri muret të dridheshin. E po mirë, unë solla dhuratën time, dëgjoni dhe mbani mend. Trashëgjimtari juaj i shumë pritur nuk do të lindë një princ i pashëm. Ai do të vinë në jetë si një përbindësh. Qime të denda kafe do të ambulojnë nga kokat e këmbët. Kthetra do t'i rrite në duar dhe zëri i tij do të jetë i ashpër dhe pribish, i ngjashëm me ulërimën e një ariu të egër. Ajo u kthye nga mbretëresha dhe nënqeshi, dhe asnjë shpirt i gjallë nuk do të mund ta dojë atë. Njerëzit do të ikin prej tij në tmerr, fëmijët do të qajnë kur ta shohin, dhe madje edhe babai i tij i lindur do të kthej kurrizin me neveri. Ai do ta jetojë jetën e tij në vetmi, i mbyllur në kafazinë e lëkurës së tij prej bish. Erosira ende nuk ishte arritur të mbyllte salën, kur ajri u mbush me aromën e luleve të pranverës. Në një rre vexuluese drite të artë, u shfaq Zana argëtuese, mbrojtësja e mirë e mbretëreshës Agnella. Ajo zbriti pranë mbretëreshës që qante dhe ja mori duart butësisht. Mos qaj, e dashur Agnella, unë nuk jam në gjendje ta anujoj malkimin e zitë të zemruarës. I till është ligji i pathyeshëm i botës sonë. Por unë mund t'i shtoj atij dhuratën time. Po, djali yt do të jetë një bish nga jashtë, por brenda tij do të rra zemra më e mirë, më fisnike dhe më e butë në të gjithë botën. Shpirti i tij do të jetë si një perlë e çmuar, e fshehur në një guask të ashpër. Dhe ai që do të guxoj ta shikojë në sy, do të gjejë atje një dritë të një pastërtie të tillë, saqë do ta dojë përgjithmonë. Malkimi u bë realitet. Kur erdhi koha, mbretëresha lindi një djalë, të mbuluar nga kokat e këmbët me qime të denda kafe. Kthetrat e vogla shtrëngonin ajrin, dhe e qare e tij ngjante me ulërimën e një klyshi bish. Zana argëtuese u shfaq po atë natë. Ajo e dinte, nëse mbreti ose obortarët e shihnin fëmijën, atë nuk e priste dashuria, por një kafaz i hekurt. Cuaja atë ariu i vogël, tha Zana qetësisht, dhe largohu para se ta agoj. Në mbulesën e errësirës, argëtuesja transferoi mbretëreshën, ariun e vogël të porsalindur dhe jetimen e vogël Violeta,
të cilën Agnela e kishte birsuar një vit më parë larg kryeqytetit. Kështu kurora u ndërua me një kësul të thjesht fshatare dhe salate mermerta të palatit mbetën pas për gjithmonë. Që tani e tutje, shtëpia e tyre u bë një fermë qetë pijore, e fshehur nga e gjithë bota prej pemëve shekullore. Vitet kalonin. Larg syve ziliqar të oborit, në mes të pyllit shekullor, ferma e tyre e vogël u bë një botë e tërë. Magjia e argëtueses e fsheu atë në mënyrë të sigurt nga sytë e huaj, dhe asnjë udhëtar nuk mund ta gjente shtegun për në shtëpinë e tyre. Agnela e fshehu kurorën në fund të një sanduku të vjetër dhe veshi një fustan të thjesht fshatar. Ish mbretresha mësoi të ndiste sobën, të gatuante brumin dhe të mbliste barra shëruese në lëndinat e pyllit. Dhe asnjëherë nuk u pendua për këtë. Ditët rridhnin në paqe dhe qetësi, si një përrua pylli jashtë dritares. Në verë, ajo dhe fëmijët mblidhnin menafera dhe thanin Tufan e Nezhiku dhe Lule Basani. Mbrëmjeve të dimrit, ata u leshin të trepra në zhakut të ndezur dhe kërcitja e drurve u zëvendësonte atyre muzikën e palatit. Këtu nuk ishte as tallje, as përbuzje, vetëm aroma e halave të pishës, drita e butë përmes gjetheve dhe dashuria. Fëmijët po rriteshin dhe me çdo vit, ndryshimi mes tyre bëhej gjithnjë më i theksuar. Violeta lulëzonte si një lule pylli që ka qarë rrugën drejt diellit. Kaçurelat e arta i binin mbi supet e brishta dhe syt me ngjyrën e qiellit të pranverës shkëlqenin me një pastërti të tillë, saqë madje edhe zogët e pyllit i uleshin në pëllëmbë pa frikë. Ariu i vogël nga ana tjetër rritej krejt ndryshe. I madh, i ngathët, i mbuluar nga kokat e këmbët me qime të denda të ashpra kafe, ai më shumë i ngjante një këlysh i bish se sa një djali. Putrat me kthetra thyenin gjithçka që preqnin, dhe zëri i tij tingëllonte si një ulërim e ashpër që tremte drerët e pyllit. Ajo ishte si një reze dieli, ndërsa ai dukej si një blok i errët i dendësisë së pyllit. Por nëse dikush do të guxonte ta shikonte në sy, ai nuk do të shihte një bish. Atje, pas maskës së frikshme, jetonte inteligjenca, butësia e pafund dhe trishtimi i qetë e i thellë i atij që e di për shëmtinë e tij. Por në këtë parajsë të qetë fshihej fatkeqësia e saj. Male vogël Violeta kishte aq frikë nga ariu i vogël sa që dridhej. Sa po e zgjaste drejt saj putrën e tij leshtore, ajo bërtiste dhe fshihej pas cepit të fustanit të nënës. Nëse ai hynte në dhomë, ajo strukej në një cep dhe mbulonte fytyrën me pëllëmbët e saj. Kur ai njëherë soli një tufë me lule të egra, ajo e shtyu dhe bërtiti. Largohu, përbindesh i frikshëm. Ajo nuk mund të fajsohej. Ajo ishte vetëm një fëmijë, dhe para saj qëndronte një krijesë me kthetra, qime të ashpra dhe një zë ulëritës. Mendja e saj fëmijërore shihte vetëm lvozhgën e frikshme dhe nuk mund të dalonte atë që fshihej pas saj. Dhe pas saj fshihej zemra më e ndrojtur, më e dashur në botë, e cila me çdo të bërtitur të saj të kurrej nga dhimbja gjithnjë e më shumë. Ariu i vogël qante natën, duke e zhytur fytyrën e tij leshtore në jastëk në mënyrë që askush të mos e dëgjonte. Ai e kuptonte. Violeta nuk ishte fajtore. Ajo sheh para vetes një bish dhe asnjë fjalë nuk do ta ndryshojë këtë. Dhe atëherë ai mori një vendim. Ai nuk do t'i imponohej asaj. Ai do të tërhiqet, do të bëhet i padukshëm, vetëm që të mos shoh tmerrin në sytë e saj. Që nga ajo ditë,
Ariu i vogël e vëzhgonte Violetën nga larg, duke u fshehur pas trungjeve të lisave të vjetër. Ai kujdesej që asnjë ujk të mos i afrohej asaj në shteg. Ai dëbonte gjarpërinjt nga lëndina e saj e preferuar, dhe në mëngjes ajo gjente në parvazin e dritares një grusht lule shtrydhe të pjekura, një tuf vjollçash ose një fole zogu këngëtar. Violeta mendonte se kjo ishte magji pylli. Ajo nuk e dinte se kjo magji kishte putra me kthetra, qime kafe dhe zemrën më besnike, e cila e donte atë në heshtje, pa kërkuar asgjë në këmbim. Një ditë të ngrohtë vere, Violeta po luante në buzë të pyllit dhe pa pritmas ngriu. Para saj fluturonte një flutur e madhe me krah që shkëlqenin me të gjitha ngjyrat e Ilberit. Një bukuri të tillë, vajza nuk e kishte parë kurrë. Ajo vrapoi pas saj. Flutura u lei në një lule, priste derisa Violeta të zgjaste dorën dhe fluturonte përsëri, duke e tërhequr atë gjithnjë më larg shtëpisë. Vajza nuk e vinte re se si shtigjet e njohura zhdukeshin në këmbët e saj dhe pemët mbylleshin rreth saj gjithnjë më ngushtë. Kur dielli u fsheh pas majave të pishave, flutura u tret në musk, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Violeta shikoi përreth dhe u ngri nga frika. Përreth ishte një pyll i huaj, i errët, i panjohur. Degët kërqisnin mbi kokë, në shkure shushurinte diçka e padukshme dhe asnjë shteg nuk të çonte përsëri në shtëpi. Violeta u mbështet me shpinë në rrënjët e një lisi të vjetër, përqafoi gjunjët me duar dhe qau në heshtje. Lotët i rridhnin në përfaqe dhe çdo shushurim në errësirë i dukej si një përbindësh. Por përbindëshi i vërtet ishte tashmë pranë. Në fillim ajo dëgjoi një kërcitje të rëndë të degëve që thyheshin, pastaj një hungërin të thellë, të ulët, nga e cila toka u drodh nën këmbë, dhe pastaj nga shkuret e zeza, duke i hapur ato si një mur kashte, doli ai. Një derë i egër pylli i madh. Sytë e tij të vegjël digjeshin me një zjarr të purpurt, jo të kësaj bote, dhe nga nofulla e hapur i dilnin çatallët, të shtrembër dhe të mprethët, si dy kam prej ashti. Ky nuk ishte thjesht një bish, kjo ishte tërbimi i mishruar, i dërguar nga vetë pylli i dendur. Deri i egër uli kokën dhe gërmoi tokën me thundër, duke u përgatitur për një sulm vdekjeprurës. Violeta donte të bërtiste, por zëri i mbeti në fyt. Ajo vetëm mbulloi fytyrën me pëllëmb dhe ngriu, e ngrirë nga tmeri. Deri i egër u hodh në sulm, por në të njëjtin moment, nga shkuret fluturoi me një ulërim shurrluese një hije kafe dhe rambi bishën nga anash. Ariu i vogël. Ai e kishte ndjekur Violetën që nga shtëpia, ashtu siç bënte çdo ditë. Pa armë, me putrat e zhveshura me kthetra, ai u kap pas verku të përbindshit dhe e rrëzoi atë në tokë. Deri i egër gulçoi nga inati. Çatalët e shtrembër i çanë kraharorin Ariut të vogël, duke i prerë qimet dhe mishin. Gjaku shpërtheu mbi gjethet e rëna, por ai nuk u tërhoq. Ata rrokulliseshin në tokë, duke thyer shkuret dhe pemët e reja. Ulrima, klithma, kërcitje. Çatallët i zgjenin lëkurën kafe përsëri dhe përsëri. Dhimbja ishte e tmerrshme, por përmes saj digjej vetëm një mendim. Ajo është pas shpinës sime. Ajo nuk duhet të vdes. Ariu i vogël mblodhi forcat e tij të fundit, përqafoi qafën e fuqishme të derit të egër me të dyja putrat dhe e shtrëngoi. U dëgjua një kërcitje e mbytur. Bisha u drodh dhe ra e vdekur. Dhe Ariu i vogël, i mbuluar me gjak,
ra pranë tij, duke mbuluar me trupin e tij atë që e quante përbindësh. Ra heshtja, vetëm frymëmarrja e ngjirur e ariut të vogël e prishte atë. Ai ishte shtrirë në barin e përgjakur, i zgjyrë nga çatallët dhe forcat po e lëshonin me çdo frymëmarrje. Sytë e tij po mbylleshin ngadalë. Dhe atëherë, Violeta bëri atë që nuk e kishte bërë kurrë. Ajo vrapoi drejt tij. Ra në gjunjë, drejtë në gjakun e ngrothë të ngjitshëm dhe u përkul mbi fytyrën e tij prej bish. Por fytyra nuk ishte më e frikshme. Për herë të parë në jetën e saj, Violeta nuk shihte as qime, as kthetra. Ajo shihte vetëm gjakun të derdhur për të, dhe sytë, plot me një butësi që po shuhej duke e shikuar atë pa asnjë qortim. Turpi e dogji atë si ujë i val. Ajo kujtoi çdo të bërtitur të saj, çdo largohu, përbindësh. Dhe ai përsëri erdhi. Përsëri qëndroi mes saj dhe vdekjes. Violeta përqafoi kokën e tij të madhe leshtore, e shtrëngoi pas vetes dhe përshpëriti mes ngashërimeve. Më fal, ariu i vogël. Violeta po vraponte në përpyllin e natës, aq shpejt sa nuk ishte vrapuar kurrë. Degët e godisnin në fytyrë, be ajo nuk e vinte re dhimbjen. Ajo u fut me vrull në fermë, zgjoi agnelen dhe të dyja u kthyen për të. Ariun e vogël e vendosën në një stol të gjerë pranë xhakut. Plagët ishin të tmerrshme. Agnella përgatiti zjerje shëruese, ndërsa Violeta nuk u largua nga ai asnjë hap. Duart, që dikur dridheshin nga frika vetëm kur e shihnin, tani ndëronin me kujdes fashat e përgjakura. Ajo i jepte të pinte me lugë një infuzion të hidhur barrash, i përkëdhelte putrat e mëdha me kthetra dhe i përshpriste. Shërohu, të lutem, shërohu. Ditët kalonin. Qimet e ashpra kafe nuk e trembnin më atë. Ajo shihte nën to vetëm atë që kishte dhënë gjakun për të. Dhe ky kujdes i butë, i palodhur, e shëronte atë më sigurt se çdo bar. Vitet kaluan dhe fëmijët në fermën e pyllit u kthyen pa u vënë re në një djalë të ri dhe një vajzë. Violeta lulëzoi, si një trëndafil maj, ndërsa ariu i vogël u rriti fuqishëm dhe i fortë, por mbeti po e njëjta krijesë e qetë, e butë me sy të trishtuar. Tani ata ishin të pandashëm. Mbrëmjeve të dimrit, kur era ulrinte jashtë dritares dhe bora mbulonte shtigjet, ata rrinin pranë zhakut të ndezur. Violeta i lexonte. Ati me zë të lartë, libra të vjetër për Kaloros dhe vende të largëta, sepse putrat e tij me kthetra griznin faqet e brishta. Ndërsa ai, duke pasur një hollësi të habitshme për një bish, gdhënte për të nga druri zog dhe drer të mrekullueshëm. Ata e kuptonin njëri tjetrin pa fjalë, vetëm me shikime. Ata ishin si dy pemë në një lëndin. Njëra zgjatej drejt dritës me deg elegante, tjetra e mbronte nga stujt me kurorën e saj të errët dhe të fuqishme. Nga jashtë, ata dukeshin një qift absurd, i pamundur. Violeta lulëzoi me një bukuri verbuese, flokët e saj rridhnin si ari lëngshëm. Fytyra e saj ishte e hollë, si prej porcelani, dhe çdo lëvizje e saj merrte frymë me lehtësi dhe hir. Pranë saj, ariu i vogël dukej edhe më i frikshëm, i madh, i rënd, i mbuluar me qime të ashpra kafe, me putra me kthetra dhe një zë të ashpër e ulitës. Ai ngjante një bloku të errët pylli, që ishte gjendur rastësisht pranë një luleje të brisht. Çdo pasqyrë do të pasqironte të bukurën dhe bishën. Por Violeta kishte pasqyrën e saj, dhe ajo quhej zemër.
Kur ajo shikonte Arjun e vogël, qimet dhe kthetrat shpërndaheshin si një mjegull mëngjesi. Ajo shihte vetëm sytë e tij, të mençur dhe të mirë, plot me një trishtim të qetë dhe një dashuri të pafund. Ajo shihte shpirtin që njëherë kishte qëndruar mes saj dhe vdekjes. Dhe për të, ky ishte shpirti më i bukur në botë. Asnjëri prej tyre nuk e tha i pari këtë fjalë. Ajo nuk u dëgjua në asnjë bisedë pranë gjakut, apo në asnjë shëtitje të qetë në përpyllin e vjeshtës. Por ajo ishte kudo. Dashuria e tyre nuk lindi nga një pasion verbues dhe as nga një ngazëllim i përkohshëm. Ajo rritej ngadalë dhe në mënyrë të pashmangshme, si një lis i fortë nga një lende e vogël. Rrënjët e saj ishin bisedat e gjata të mbrëmjes, besimi absolut, frika e përjetuar së bashku dhe pranimi i plot dhe i pakushzuar i njëri tjetrit. Kjo ishte një dashuri që nuk ishte nevojë as për betime, as për serenata. Ajo jetonte në mënyrën se si Violeta e vinte kokën në supin e tij leshtor, pa e vënë re ashpërsinë e qimeve. Në mënyrën se si putra e tij e madhe largonte me kujdes një tufë flokësh të artë nga fytyra e saj. Në mënyrën se si ata heshtin me orë të tëra, dhe kjo heshtje ishte më elokuente se çdo fjalë. Ata u bën gjithçka për njëri tjetrin, por larg nga pylli baqësor, në një kështjell ku nuk shkëlqente kur dielli, sytë e zinj nuk njihnin paqe. Zana e zemëruar nuk ishte harruar asgjë. Ajo u përkul mbi sferën e kristalt dhe gishtat e hollë ju ngulën në mbështetëset e krave të fronit. Në thellësinë vezulluese të sferës, ajo nuk po shihte atë që priste. Jo një të shëmtuar të vetmuar, të thyer, duke qarë në një cep të errët. Ajo pa të qeshura, ngrohtësinë e ozhakut. Një vajzë flokart që kishte mbështetur kokën në supin leshtor të përbindshit. Ajo pa dashuri. Fytyra e të zemëruarës u shtrembrua nga tërbimi. Mallkimi i saj nuk kishte funksionuar. Qimet dhe kthetrat nuk e vran njeriun tek ai. Nuk i larguan të dashurit e tij nga ai. Dikush kishte guxuar të shihte një shpyt të gjallë pas likurës së bishës. E po mirë fëshileu ajo, dhe sfera e kristalt u krisë në ngishtat e saj. Nëse shëmtia nuk soli dhimbje, do ta sjell unë vetë. Ajo nuk priti as një ditë. Po atë natë e zemëruara shtriu duart mbi copëzat e sferës së kristalt dhe shqiptoi një magji, nga e cila u nqia i ri në kështjelen e saj. Ndërsa në fermën e pyllit, të gjithë flinin. Violeta po shihte ëndra të mira, Agnela merrte fryme qetë në dhomën ungjitur dhe asgjë nuk paralemronte fatkeqësinë. Zjarri shpërtheu nga të gjitha anët njëkohësisht. Ai nuk u zvarit nga pyli. Nuk lindi nga një shkëndije rastësishme. Ai u shfaq si një gjelat i bindur, duart e kuqe të cilit u mbyllën rreth shtëpisë që flinte me një shtrëngim të vdekur. Flakët ulëritse përfshin muret, çatin, verandën, duke prerë çdo dalje. Tymizi dhe mbytës vërshoi në dhoma. Agnela filoi të kolitej në gjumë dhe humbi ndjenjat, pa i hapur syt. Violeta mori frymë thellë me vrull dhe u leshua e pafuqishme mbi jastëk. Trarët e tavanit filluan të kërqasin, dhe rasat e ndexura filluan të bien në dysheme. Shtëpia po vdiste, dhe bashkë me të, po vdisnin ata që ajo i mbronte. Arju i vogël u zgjua nga era e djegjes. Ai hapi syt dhe pa flak në mure, as një sekond hezitim. Ai theu derën
dhe u hodh në koridorin që digej. Agnjela ishte shtrirë pa ndjenja, Violeta gjithashtu. Ai mori nënën në njërën dorë, Violetën në tjetrën, i shtrëngoi të dyja në gjoks dhe u kthye drejt daljes. Nuk ishte dalje. Një mur zjarri i pandërprer dhe nga lartë binin me zhurmë trarë të ndezur. Dhe atëherë ai bëri të vetmen gjë që mundte. Ai u përkul mbi dy trupat e pafuqishëm, duke i mbuluar me veten e tij si një mburoje gjallë. Gëzofi i tij i trash ngjyrë kafe, të cilin e kishte urryer gjithë jetën, në këtë qast u bë parzmorja më e fortë në botë. Me një ulërim plot dhimbje dhe vendosmëri, ai u vërsul përmes murit të flakëve. Zjarri u ngul në lëkurë, duke e djegur të i përtej. Dhimbja ishte e padurueshme, por putrat nuk u liruan. Ai doli nga shtëpia që po shembej dhe u rrëzua mbi barin e ftohtë, i djegur dhe duke nxjerrë tim. Por i gjallë. Dhe ato ishin gjallë. Shtëpia u dogë deri në themel. Ata u strehua në një stre me deg bredhi, të cilën ariu i vogël e kishte ndërtuar me putrat e tij të djegura. Por e zemëruara nuk kishte ndërmend të ndalej. Ajo dërgoi tufa ujqërish të magjepsur me sy të ndezur. Ariu i vogël luftonte me ta çdo natë, pa mbyllur sy. Ajo lëshoi mbi pyll një uragan të akullt në mes të verës. Ariu i vogël mbulonte nënën dhe Violetën me trupin e tij, ndërsa ngrica i ngrinte gëzofin e djegur. Ajo dërgoi një sëmundje të çuditshme dhe raskapitëse. Ariu i vogël mbliste barëra shëruese dhe zjente çajra, pa njohur gjumë as pushim. Ditë pas dite, natë pas nate, ai qëndronte si një mur guri mes fatkeqësisë dhe atyre që donte. Çdo sulm i ri linte plagë të reja në trupin e tij të munduar, por nuk mund të shponte blindin e përkushtimit të tij. Ai po digjej nga brënda dhe fuqit po e lënin, por ai nuk tërhiqej. Ariu i vogël ra. Trupi i tij, i brejtur nga djegjet dhe i mbuluar me plagë të freskëta nga dhëmbët e ujqërve, u drodh dhe ngriu në tokën e ngrirë. Frymarrja u bë mezje dëgjueshme. Agnjela dhe Violeta u gjunjëzuan pranë tij. Violeta i mbështeti pëllëmbët në gjoksin e tij dhe ndjeu se si po dobësoheshin rrahjet e zemrës. Lodët i rridhnin në fytyr. Ai po vdiste, duke u dhënë atyre gjithçka deri në pikën e fundit. Dhe atëherë, gërmadhat e kampit të tyre u përmbytën nga një dritë e butë e artë. Ajo vinte nga kudo dhe askund, e ngroth si dielli i majit. Nga ky shkëlqim doli zana e qeshur. Fytyra e saj ishte plot dhëmshuri. Ajo u përkull në heshtje mbi ariun e vogël dhe tundi shkopin magjik. Drita u derdh mbi trupin e tij të coptuar, si një vesë e ngroth mbi tokën e djegur. Djegjet u shëruan, plagët u mbyllën dhe gjoksi i tij mori frymë thellë dhe qetë. Ai ishte shpëtuar. Agnjela ra në gjunjë para zanës dhe ja kapi duart. Ti i ktheve jetën e qeshur e mirë. Të përgjërohem, ktheja edhe pamjen, hiqja atij këtë gëzof të tmeshëm, për shkak të cilit ai vuan kaq shumë dhimbje. Bëja atë princin e bukur që duhej të kishte lindur. E qeshura dëgjonte dhe lotët i qëndronin në sy. Ajo e ngriti butësisht mbretreshën nga gjunjët. Ah, e dashur Agnjela, nëse kjo do të ishte në fuqinë time, do ta kisha bërë që në ditën e parë. Por magjia nuk është e plot fuqishme.
Mallkimi i të zemëruarës është tepër i fuqishëm dhe unë nuk mund ta anulloj me një magji të thjeshtë. I tillë është ligji i ashpër i botës sonë. Ajo heshti pak dhe shtoi qetë, por me vendosmëri. Për të kputur këto pranga, duhet një forcë që te i kalon çdo magji. Një forcë e lindur jo nga një magji, por nga një zemër njerëzore. Duhet një akt i vetflijimit më të lartë dhe absolut. Të tre ngrinë. E qeshura i pa me një vështrim plot dhimbje dhe filloi të fliste ngadalë, sikur çdo fjalë t'i vinte me vështirësi. Ariu i vogël do të bëhet njeri vetëm atëherë kur dikush tjetër të bëjë të pamundurën. Dikush duhet vullnetarisht, pa detyrim, nga një dashuri e pastër dhe e pakushzuar për të pranoj sakrificën më të madhe. Ajo heshti. Heshtja u bë e padurueshme. Ky njeri duhet t'i jap përgjithmonë Ariut të vogël bukurinë e tij, rininë e tij dhe pamjen e tij njerëzore. Dhe vullnetarisht të marrë për vete të gjithë shëmtinë e tij shtatzarake, gjitha të gëzof të trash ngjyrë kafe, kthetrat dhe zërin ulritës. Dhe të jetojë në atë lkurë deri në fund të ditëve të tij. Vetëm një shkëmbim i tillë i barabartë do të thyej magjin. Fjalët mbeten në ajër, si një dënim. Agnjela u zbe. Violeta shtypi pëllëmbën pas buzëve të saj, dhe Ariu i vogël uli kokën e tij të rëndë duke kuptuar, askush në botë nuk do të pranonte diçka të tillë. Askush nuk do ta ndëronte bukurinë me një shëmti të përjetshme. Heshtja zgjati vetëm një qast. Ariu i vogël u hodh në këmbë aq ashpër sa toka u drodh. Figura e tij masive zuri dritën e zjarit. Kurr, një ulërim i doli nga gjoksi dhe pemët përreth u lëkundën. Ai nuk e shikonte Zanën, ai shikonte nënën dhe Violetën. Më dëgjoni? Kurr? Unë ju andaloj, madje edhe të mendoni për këtë. Unë më mirë mbetem ky përbindësh i mallkuar deri në frymën e fundit. Më mirë të kalbem në këtë lëkurë se sa të lejoj që qofte edhe një fije floku të bjerë nga koka e nënës. Se sa të lejoj ty, Violeta, të humbasësh dritën tënde për hir të shëmtisësime. Unë nuk do të pranoj një jetë të blerë me një çmim të tillë. Ai u kthye me kuriz dhe mbuloi fytyrën me putrat me kthetra. Shpatullat i dridheshin. Ai preferoi të mbetej një bish për gjithmonë, vetëm e vetëm që të mos vidhte dritën e dikujt tjetër. Të gjithë ranë në gjumë. Vetëm Violeta nuk mbili sy. Ajo ishte ullur në dhomën e saj në ndritën e një qiriri të vetmuar dhe shikonte në pasqyrën e vogël në mur, që aty e shikonte një fytyrë përsosur, kaçurela të arta, tipare të holla, sy të shkëlqyeshëm. Gjithçka që ajo duhej të humbiste. Ajo kujtoi dhëmbët e derit të egër që i fluturonin në fytyrë dhe hien ngjyrë kafe që e mbulloi me veten e tij. Kujtoi flakët ulërice dhe putrat e tij të djegura, që nuk u liruan as për një qast. Kujtoi netët e akullta kur ai e mbullonte me trupin e tij të munduar, dhe klithmën e tij të tërbuar, fisnike, kurr. Ai hoqi dorë nga shpëtimi për të mos i shkaktuar asaj dhimbje. Po ajo? Çfarë vlen bukuria e saj pranë sakrificave të tij? Çfarë vlen ky reflektim në pasqyrë pranë syve të tij të trishtuar e plot dashuri? Qiriri po digjej drejt fundit. Vendimi ishte pjekur. Violeta u ngrit pa zhurmë. Çdo hap e maste me kujdes, duke e ditur se dëgjimi i bishës i Ariut të vogël
do të kapte kërcitjen më të vogël të dërasave të dyshemes. Ajo rëshqiti drejt derës si një hije dhe doli në kopshtin e larë nga drita e hënës. Ajri i natës ishte i ftohtë, por ajo nuk e ndjente atë. Ajo ngriti fytyrën drejt yjeve dhe pëshprima e saj tingëlloi në heshtje më e fortë se çdo çelik. E qeshur. Kumbare ndritur, më dëgjo. Unë jam gati. Unë e pranoj kushtin. Unë i jap atij bukurinë time, rinin time, pamjen time, gjithçka, deri në fijen e fundit të artë të flokut. Dhe malkimi i tij, gëzofi i tij, kthetrat e tij dhe dhimbja e tij le të kalojnë tek unë. Bëje këtë tani, me njëherë, ndërsa ai fle dhe nuk mund të më ndaloj. Zëri i saj nuk u drodh. Nuk ishte as mëshirë dhe as mirënjohje. Kjo ishte dashuri, e cila e dinte vlerën e saj dhe po e paguante atë pa hezitim. Nga rrezja e hënës u thur figura e të qeshurës. Fytyra e saj ishte plot trishtim dhe respekt të thellë. Fëmia im, a e kupton se çfarë po bën? A je gati të jetosh vitet më të mira në lëkurën e një bish, duke mbajtur mbi vete vulën e urrejtjes së dikujt tjetër? Nuk do të ketë rrugë kthimi. Violeta buzëqeshi me një buzëqeshje të qartë dhe të ndritshme. Po, liria e tij vlen sa kafazi im. Zana pshertiu rënd dhe ngriti shkopin magjik. Ky nuk ishte një shkëlqim i beft, ishte një riti ngadalt dhe magjepsës. Një gjoksi i Violetës u zgjat një fije artë shkëlqyese, thelbi i bukurisë dhe rinisë së saj. Ajo rëshqiti përmes kopshtit të natës, përmes mureve të shtëpisë, në dhomën e ariu të vogël që flinte. Dhe përballë saj, nga gjoksi i tij, u zgjat një mjegull e dendur dhe erët e malkimit. Ajo u zvarit përmes kopshtit, duke mbështjell figurën e brisht të vajzës, duke ju shtrirë mbi shpatulla si një mantel i rënd. Violeta nuk u tërhoq. Ajo qëndronte me krah të hapur, duke e pritur errësirën me të njëjtën buzëqeshje. Mëngjesi e përmbyti dhomën me dritë të artë. Ariu i vogël hapi sytë dhe ngriu. Diçka nuk shkonte. Trupi duke i papesh, sikur t'i kishin hequr një parzmore guri. Nuk ishte vap. Lëkura nuk e kruhej. Ai ngriti duart dhe u ngri. Në vend të putrave të mëdha me kthetra, ai pa duar të forta dhe elegante, me lëkur të lmuar njerëzore. Asnjë fije gëzofi, asnjë kthetra e vetme. Zemra i rrihte aq fort sa ju pre fryma. Ai u hodh dhe nxitoi drejt pasqyrës së turbullt në mur. Nga pasqyra shikonte një i panjohur. Një i ri i pashëm dhe i hishëm, me tipare fisnike të fytyrës dhe shpatulla të gjera. Një princ i vërtet, për të cilin nuk ishte guxuar të ndëronte as në ëndrat më të dëshpëruara. Malkimi ishte shkatëruar, por gëzimi zgjati vetëm një çast. Diku në thellësitë të shpirtit e shpoi si një gjilpër e akullt mendimi. Për mrekullitë gjithmonë dikush paguan. Violeta. Emri doli nga buzët e tij të reja njerëzore dhe fytyra e bukur ju deformua nga tmerri. Ai kujtoi gjithçka. Fjalët e zanës, kushtin, shkëmbimin e tmerrshëm. Dikush duhej të merrte vullnetarisht shëmtinë e tij për vete. Ajo e kishte bërë. Ajo e kishte bërë këtë ndërsa ai flinte. Në derë u shfaq Agnjela.
Ajo e pa djalin dhe u fshau duke I shtypur pëllëmbët në fytyrë. Lotët e lumturisë I rodhën në përfaqe. Djalim, djalim I bukur. Por ai nuk e dëgjoi. Ai u shty nga pasqyra dhe u hodh nëpër korridor, duke u penguar nëpër mobilje me trupin e tij të pazakont dhe të lehtë. Bukuria e tij e sapo gjetur I dukej tani si damka më e shëmtuar në botë, sepse ai e dinte se me çfarë çmimi ishte blerë. Ai e hapi me forcë derën e dhomës së Violetës dhe ngriu në prag. Shtrati ishte bosh. Qarqafët e rrudhosur ruanin gjurmën e trupit të saj, por vetë Violeta nuk ishte aty. Ai e hodhi vështrimin nëpër dhomë dhe pa. Në cepin më të largët dhe të errët, e të kurrur me smurit dhe një sëmduku të vjetër, ishte ullur një qenie, e mbuluar nga kokat e këmbët me gëzof të trash, të ashpër ngjyrë kafe. Putrat me kthetra I ambulonin fytyrën, fytyra e tij. Putrat e tij të mëparshme, gëzofi I tij I mëparshëm. Violeta. Pshërtiu ai dhe këmbët ju pren. Qenia u drodh. Ngadalë, me një turp torturues, ajo e ngriti kokën, dhe nga poshtë maskës së ashpër të bishës e shikuan sytë e saj. Të njëjtët sy në ngjyrën e qiellit të pranverës, plot me lotë, turp dhe dashuri të qetë e të palkundur. Ajo u përpoq të kthehej, t'i fshihte atij fytyrën e saj të re, të shëmtuar. Nga fyti I doli një dënjeshje mbytur prej bishe. Ai e shikonte dhe shikonte reflektimin e pasqyrës së vuajtjes së tij shumë vjeçare. Dhe kjo dhimbje ishte më e tmeshme se çdo malkim. Ajri u kris si një xham I thyer dhe dhomën e përmbyti një errësirë e akullë. Me një të qeshur shurdhuese dhe talse nga një vorbule zez, doli Zana e zemëruar. Ajo ishte e mrekullueshme në triumfin e saj. Syt I flakronin dhe buzët e holla I ishin shtrembruar nga një nënqeshje. Jakub, këndoi ajo duke hedhur vështrimin mbi princin dhe Violetën e të kurrur në koshe. Unë e dija që vajza më ndjeleth do ta bënte. Mbi këtë kisha llogaritur. Ajo u kthye drejt tij dhe nguli vështrimin në fytyrën e tij të re. E tani princi pashëm më përgjigju. A thua ti, me këtë pamje të bukur do të mbetesh pranë këtij përbindshi leshtor? Shikoje atë. Krenarja jote, bukuria jote e re do të detyrojnë të kthesh shpinën. Ti do ta hedhësh atë si që hidhet një send I thyer. Dhe atëhere, malkimi im do të fitoj përfundimisht, duke shkatëruar jo vetëm trupat tuaj, por edhe shpirtrat tuaj. Zana e zemëruar e kishte llogaritur gabim. Ajo e maste botën me zemrën e saj të zezë dhe nuk e dinte se mund të ishte ndryshe. Princi nuk u zbraps. Ai u afrua ngadalë te figura leshtore që dridhej në koshe, u gjunjësua dhe e përqafoi me kujdes. Violeta u drodh dhe u përpok të largohej, të fshihte prej tij fytyrën e saj të re, por ai e shtrëngoi pas vetes më fort. Më pas ai ngriti syt dhe shikoi drejtet e Zana. Vështrimi I tij ishte I qetë, si sipërfaqja e një liçeni malor. Budallaqeje, tha ai, dhe zëri I tij tingëllonte më I fortë se qeliku. Ti ndryshove trupat tanë, por jo shpirtrat tanë. Unë e dashurova atë për dritën e zemrës së saj, kur vetë isha një përbindësh. A vërtet mendon se do të pushoj së dashuruari atë tani,
Kur ajo u bë përbindësh për hirtimin, unë do ta quaj me krenarja të gruan dhe mbretreshën time, në çfarëdo pamje që të jetë. Dashuria ime nuk e sheh gëzofin, por shpirtin. Fjalët e tij tingëlluan dhe dhoma shkëlqeu. Jo me zjarr, por me dritë. Një dritë ngrohtë, verbuse, e gjallë, që buronte nga dy zemrat e shtrënguara pas njëra tjetrës. Zana e zemëruar u zbraps. Drita e goditi në fytyr dhe ajo bërtiti. Kjo nuk ishte një klithmë tërbimi, por një ulërim dhimbjeje. Errësira nga e cila ajo ishte e thurur nuk e duronte dot këtë shkëlqim. Figura e saj u drodh dhe filloi të shkrihej si një hije në dielin e mesditës. Tiparet e fytyrës u shtrembruan, duart i u bën transparente. Ajo u përpoq të thoshte një magji, por fjalët u shpërndan si hi në buzët e saj. Me një ulërim të fundit, depërtuese të pafuqisë, Zana e zemëruar u thërmua në një re timi të zi. Timi u vërsul drejt tavanit, doli nëpër të qara dhe u tret në qielin e mëngjesit. Përgjithmonë, kështu errësira, e paaft për të kuptuar dritën, u fshi nga kjo dritë. Sapo tymi i zi u shpërnda përfundimisht në ajër, dhomën e mbushi aroma e luleve të pranverës. Nga shkëlqimi i artë, doli Zana e mire qeshura. Fytyra e saj shkëlqente nga krenaria dhe gëzimi. Ajo u afro ngadalë të dashuruarit, të cilët ende ishin ullur në dysheme, të përqafuar fort. Ajo i shikonte ata jo si një zanë e fuqishme mbi vdekëtarët e thjeshtë, por ashtu siç një kopshtar i mencur i shikon dy lule të ralla që kanë arritur të lulëzojnë në mes të dimrit të ashpër. Ju të dy e kaluat sprovën më të madhe nga të gjitha. Shpalli ajo, dhe zëri i saj tingëllonte si një muzikë e pastër. Ti, e dashur Violeta, provove se dashuria e vërtet është e aftë për sakrificën më të madhe. Dhe ti, djali im, provove se ajo shikon drejte në shpirt dhe jo në lvozgën e jashtme. Ndjenja juaj doli të ishte më e fortë se malkimi më i tmerrshëm. Ligji i magjisë thot se një sakrificë kaq e madhe dhe një besnikëri e tillë pa kushzuar nuk mund të mbeten pa shpërblim, tha e qeshura, dhe në sytë e saj i shkëlqyen lot lumturie. Ajo ngriti shkopin e saj magjik rrezatues për të fundit herë dhe me një lëvizje të lehtë, të papesh, preku supin e rënd të Violetës. Në të njëjtin qast ndodhi një mrekuli. Gëzofi i trash ngjyrë kafe i rrëshqiti vajzës së brisht dhe u tret në ajër si një mantel i vjetër dhe i panevojshëm. Asaj u kthye menjëherë pamja njerëzore dhe bukuria verbuese, e cila tani dukej edhe më e ndriqme, e ndriquar nga drita e shpirtit të saj fisnik. Mallkimi u shkatërrua plotësisht dhe përgjithmonë për të dy. Dhe magjia, e cila dikur shërbente si një instrument ndëshkimi, tani u bë një instrument mirënjohjeje, duke ja kthyer bukurinë asaj që vërtetoi se e di vlerën e saj të vërtet. Kur magjit u shpërndan, Zana e qeshur zbuloi të fshehthën e fundit, duke u kujtuar atyre prejardhjen e tyre mbretërore. Ariu i vogël, që ishte bërë princi i bukur Valentin, prinqesha Violeta dhe mbretresha Agnela, e lanë përgjithmonë fermën e pyllit. Kthimi i tyre në mbretërinë e tyre të lindjes ishte një triumf. Mbreti i vjetër, babai i Valentinit, u pendua hidhur për dobësinë e tij dhe me gëzim dhe lot pranoi të bilin dhe nusën e tij.
Së shpejti ata bën një dazmë të mrekullueshme dhe të gëzueshme. Ata sunduan gjatë dhe me mensuri, sepse sundimtarët që kanë njohur shëmtin, mërgjimin, vetmin dhe sakrificën e vërtet, nuk do të lejojnë kur pa drejtësi dhe mizori në tokat e tyre. Historia e tyre u bë një legjende madhe për dashurinë, e cila nuk shikon me sy, por me zemër. Dhe në mbretërinë e tyre, ata më së shumti nuk vlerësonin bukurinë e fytyrave, por bukurinë e veprimeve, sepse mbreti dhe mbretresha e tyre me fatin e tyre vërtetuan se përbindshi më i shëmtuar mund të thshejë shpirtin më të bukur.